Prandaj thot, wala yaktab ba'dukum ba'da wala tajassasu. Tha nuk e përgojon muslimanin, nuk e spionon muslimanin. A dëgjoje perlat e Kuranit. Shteni buke thira min adh-dhanni e ba'da adh-dhanni idh. Tha mos e paragjykoni, sepse shumica e paragjykimeve janë mëkat. Tha wala tajassasu. Tha mos spiononi njëri tjetrin. Çfarë thot mos me spionu? Mos me ne tjetrit mrapa me nxjerr botën e fshehtë, me në gjitha mënyrat me e provoku. Që të shkosh pastaj ta spionosh atë që i merr. Mund kur vjen nga njëri e më shiroj. Vjen majtas, vjen djathtas, unë e kuptoj. E rahmetloj, më vjen keq. Them ku ka përfundu. Një nga simptomat atij që spionon, aty kush është? Ka adrenalin si kur me pas pi drog, derisa ta marrë informacionin që i takon. Është për gjinaf. Është zvoglu si njeri dhe i ka dinjitetin gjitha aspektet. Mos e lejo kur shejtanin këto gjëra. Vlla dhe motër të begatofti i madh i Zot, këto gjëra nuk takojnë ty me i bë. Këto janë çështje pastaj që rregullohen në shtetin që formohet, por jo ti. Ç'lidhje ke ti me këtë gjë? Largoju përgojimit, kjo e forcon, kjo e nderon bashkinë islame. Nuk lejohet, në ajetin e Kuranit Kurtubiu që e komenton thot, wala tajassasu ka kuptimin që ti shkosh nga gjitha anët me ja marr informacionin atij, duke i hyrë në fshetat e atij. Nuk është puna jote kjo. Se në fakt duhen pa ndoshta disa nga njerëzit që mund të kenë elemente ekstreme, po jo puna jote, ç'pun ke ti? Ti je musliman që s'ke lidhje me atë gjë. Atë punë vojnë atyre që i takon. Mos i ngatroni gjërat. Mos e humni besimin e juaj me këto gjëra të shtrembura.